Live from Tirana në Top Albania Radio. From Tirana. Ju përshëndes të gjithë drejt për së drejti nga studiot qendrore të Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka. Po dëgjoni Live from Tirana si çdo ditë tjetër nga hëna të premte për orës 10 deri në orën 12, gati 120 minuta që ne mundohemi t'ju bëjmë paraditët tuaja më të bukura. Tani është shumë interesante se si në kohërat moderne një plan I kapur nga regjizori, siç ndodhi fjala bie tek koncerti Coldplay, pra me atë Kiss Cam, por këtu nuk është rasti, mund të kthej ty në një personazh të platformave sociale, mund të rrisi algoritmi në TikTok, mund të bëjë që njerëzit të pëlqejnë, të bëjnë virale, por jo në konotacionin negativ të gjës, por në atë pozitiv. Si që keni parë në spektaklin e të shtunës mbrëma, pra jo në spektaklin e mbrëmshëm, por në spektaklin e të shtunës, Ledioni përmend një vajzë aty me emrin Dhurata, e cila I kishte bërë përshtypje, pra një vajzë që rri aty tek publiku dhe sheh Big Brother nga afër, dhe më pas shpërthyen videot në TikTok, teksa kishte edhe nga ato që kërkonin të hapshin një peticion për të futur Dhuratën në Big Brother. Unë e kontaktova dhe e kam sot në studio. Mirë se vjen në program, e dashur. Mirë se ju gjeta. Si je ti? Mirë, faleminderit. Si ndihesh që nga një njeri I thjesht, besoj e pe tek ashensori kur po ngjiteshim që të shihnin disa njerëz, pra e kupton efektin e Big Brotherit, se thjesht duke të kapur një herë operatori, regjizori, ti mund të kthehesh në personazhin e ditës. E kuptoj. Ndihem mirë, domethënë, por që më jep një ndjesi shumë të mirë, por që në fundit dua të ngelem njëri I thjesht. Po patjetër që njëri I thjesht, dëgjoj, ke pak emocione. Ke pak emocione, po se ti heq emocione, dhe zakonisht ti kur ke emocione, si I heq, fra, çfarë bën? Çfarë mendon? Dëgjoj, këtu nuk është askush. Edhe kamerat janë robotike, nuk ka shumë njerëz sa në studion e Bigut, dhe ti kur përballove studion e Big Brotherit, këtë studion tonë besoj e ke shumë të thjesht. E përballova shumë mirë sepse dhe aty kisha emocione, sepse më erdhi kështu e papritur. Se nuk e prisja. Nuk e prisje që t'ishe në plan dhe të shihnin gjithë shqiptarët. Megjithëse qeshe pak shuvura dorën të goja ose letose. Po. Kurse këtu kam pak sepse është hera e parë që vi. Që jep një intervistë. E kish menduar ndonjëherë se është shumë interesante se si një moment të papritur të jetës të bësh pra virale, siç e thash, dhe të kontaktojnë më pas për një intervistë, megjithëse kjo është intervista e parë. Dhurata. Më jep një kënaqësi, por që nuk e kishe menduar? Fare, zero. E çfarë mendove kur të kontaktova për intervistë, për të bërë një bisedë, për të njohur çik më shumë, ç'a the? U kënaqa me të thënë drejtën, dhe thash me zor po pres që të shkoj. Mirë, interesante, shumë. Çfarë ti je beqare, martuar? Jo, jam e martuar. E martuar? Kam një fëmijë, kam një djalë 10 vjeç. Një djalë 10 vjeç, mashallah. Çfarë të tha bashkëshorti kur pa që ti dole në Big Brother? Sepse dëgjoj, njerëzve është gjë e madhe në fakt, sepse të dalësh pa bërë asnjë gjë, pra thjesht të dalësh aty në plan në transmetim televiziv. Njerëzit paguajnë për dalë në ekran. Kështu që ti dole falas. Çfarë të tha bashkëshorti? Më tha urime, më uroj që dole, dhe më tha vazhdo hec përpara. Ndiq ëndrrën tënde. Dhe ëndra jote cila është? Është që ëndra ime është që të jem dikush dhe e njohur. Po. Por që parapëlqej që të ngel njëri pozitiv, dua të jem njëri pozitiv, nuk dua që të thonë se thonë u bë kjo, të dali. Ka nga këto që thonë? Po, kam. Kush e ka thënë për shembull? Kë ke dëgjuar ti? Nga shoqëria ime. Shoqëria jote? Po. Çfarë të kanë thënë? U bë kjo. Hëse me një dalme, hëse s'është për në i gjë. Me një të dalme I hipën të ngërliku, Jo, unë
dua të ngel njëri thjesht siç e thash. E kam thënë 3-4 herë, por që famën e ke sot. Dhe nesër s'mund ta kesh, por në fund të fundit duhet të jesh njëri. E ke ndjer famën këto 2-3 ditë? Po, e kam ndjer. Si? E kam ndjer se më ndalojnë njerëzit nëpër supermarkete kur shkoj, po. Do futesh në Big Brother, do të votoj. Çfarë të thon? Bravo. Po tani si i re ti çfarë, domethënë ti qeshje shumë aty që i bëre përshtypje pra Ledionit, domethënë si i re në sy. Hera e parë që i kam bërë përshtypje ka qenë kur bëri Monika me Arbrin që këndoi këngën Çike Çike. Aha, ti qeshe aty. Po. Aty nisi. Aha. Dhe momenti i dytë ishte kur pyeti Arbri Kristin. Kush fiton bikon? Po. Edhe unë thash Stenaldo. Fole ti. Po. Edhe në atë moment para se ti të përgjigjen Kristi. Po, dhe në atë moment kthen kokën Ledioni. Edhe më pas thot Kristi Stenaldo. Edhe aty nisi pastaj. Po pra, domethënë që Ledioni përmend ato gjën pastaj në planin të shtunës edhe regjia të fokuson. Për sa kohë shkon në ndjek Big Brother nga afër? Që kur ka filluar me datë 20 dhjetor? Po, më pëlqen. Ty të ka pëlqyer televizioni që e vogël, pra i rritur me çfarë të ka pëlqyer ty të bësh në televizion, pra një show girl që këndon, kërcen, ku diun prezanton, a prezantimi atje shpin paneliste, çfarë konkretisht? Më pëlqen prezantimi. Ose dua të jem, për shembull, se mua më pëlqen moda. Okej. Dhe pse jo mos të prezantoj një emision lidhur me modën. Çfarë do kishe qejf ti të prezantoje për shembull fjala bie? Kë emision? Emision e modë aktorisë kemi, po? Po. Një nga këto pa modë. Nuk e di, do doja në ndonjë emision me ndonjë temë të re. Aha. Për këto të rinjt. Për të rinjt. Po. Shumë mirë, interesante. Do të shkojmë në pak hapësirë publicitare, se Dhurata e ka mësuar tani rregullat e televizionit dhe e di që këto janë të rëndësishme, edhe do mundohemi ta njohim pak më shumë Dhuratën pas kësaj shkëputje publicitare. Çike Çike nga Bebe Rexha, produkti më i ri muzikor nga këngëtarja shqiptare Dibrani me famë ndërkombëtare. Ndërkohë, ne vazhdojmë të jemi në studio me Dhuratën për të biseduar pak pra për këtë efektin e rrjeteve sociale në këtë kohë moderne, pra siç unë e thash dhe do vazhdoj të them që Rishtazi, siç ka ndodhur tek koncerti i Coldplay, sigurisht janë ato për masa, por gjithsesi në këtë Shqipërinë tonë të vogël, ashtu mund ta quajmë që Dhurata panoramo del në plan një herë në Big Brother, në transmetimin televiziv dhe papritur është pastaj virale në TikTok. Më the që të pëlqen shumë fashion design, pra bota e modës. Ke edhe një Instagram shumë të kuruar, nëse Mario më thoni kur të kemi gati, mund ndihmon me disa foto në video wall për ju që po na ndiqni nga kanali numër 10 digital. Dhurata ka disa foto shumë interesante. Po, i kemi, i shohim të gjitha një pas një që i bën aty tek studio e Bigut, apo jo? Po. Aha, Dhurata vishesh vet? Po, vet. Nga kush frymëzohesh? Frymëzohem nga vetja ime. Më jepet edhe. Ke shumë, ke një garderobë të madhe? Po, shumë të madhe goxha. Interesante shumë. Mendon pra kur sa herë që shkon ti në Prime, pra të marrësh shumë mendon për veshin aty. Po. Bën dhe TikTok. Po. Kam parë, shumë virale. Po nuk bëhet pak xheloz burre? Çfarë thotë? Bëhet pak, po. Aha. Po sa? Dhurata, është mirë të japësh ndonjë përgjigje. Bëhet, por që Por që çfarë? jo shumë. Jo shumë, pra në kufite normale. Po, normal. Në kufite normale, siç e tha Monika mbrëma që ka një limit xhelozia. E kuptoj. Ti ku je rritur e dashur? Unë jam rritur në Sauk. Në Sauk, në Tiranë. Pra je tironse? Jam tironse. Aha. Kur ishe
Çfarë shkolle ke mbaruar? Kam mbaruar universitetin, bachelorin për administrim biznesi. Administrim biznesit, por aty në bio në Instagramin tënd ke edhe marketing digital. Pra Po. ti merr vesh nga marketingu e një botën online? Jo shumë, por që mundoha. Ke bërë kurse, ke bërë trajnime? Jo, kam filluar vitin e parë të masterit, por e kam lënë për gjysmë. të thënë të drejtën. Interesante shumë. Dëgjoj, mirë, e heqim fotot, po sikur të ndodhte çudia dhurata dhe ti të futesh në Big Brother. Do të pëlqente? Dhe do më pëlqente dhe jo. Pse jo? Po jo, sepse mendoj për djalin. Që do të merrte malli. Po. Po mirë, djali është i rritur, sa vjeç është? 10 vjeç. 10 vjeç, tani nuk është 2. Po prap, se prap. Jam shumë i lidhur me djalin. Patjetër si çdo nën. Dhe nuk do më pëlqente që ta lija vetë. Okej, kujdeset edhe bashkëshorti, por që më mungon shumë. Ty të pëlqen Stenaldo në këtë Big Brother? Po. Që pse? Mendon që Stenaldo duhet të fitojë? Po. Për arsye se? Dhe e meriton. Për arsye se? Është shumë i artikuluar dhe shumë inteligjent. I analizon mirë situatat. Miri të pëlqen? Jo. Pse? Nuk më pëlqen për situatën Me Selin. me Selin, po. Edhe është shumë arrogant në të folur. Se mendje madh në një të duket, ë? Jo mendje madh, por që Arrogant, atë gjë. në të shprehur nuk më pëlqen. Selin të pëlqen? Po, më pëlqen. Brikena të pëlqen? Po. Si do duk mbrëm takimi Brikenës me Vjerrën në tentativë? Më duk shumë mirë. I dha dhe dokume në fund. Po. Një veprim tamam kështu, goca shqiptare nga këto menamuns Nuse, që po. për nuse që kujdeset për Vjerrën. Mateo të pëlqen? Po, më pëlqen. Mendon që vërtet ai e do Brikenën? Shet dashuri ti aty? Jo, mendoj se ka pëlqim, por jo dashuri. Jo dashuri të madhe. Si e kupton ti, si e diferencon pëlqimin mes dashurisë së madhe? Pëlqimi është që mund ta pëlqesh dikë nga pamja fizike ose kurse dashuria është që bën se dhe Mateo bën për Brikenën, po nuk bën në atë mënyrë që duhet të bënte Po. një mashkull për vajzën që do thua. po, Kush nuk të pëlqen fare nga Big Brother që se duron dot? Rogerti. Rogerti. Pse? Është ofendon shumë. S'më pëlqen. E kuptoj lojën e Rogertit që do të nxjerrë jashtë nervave Jashtë banorët, vetes, po, po. por që s'më pëlqen. Sa të janë rritur viewsat në TikTok pas daljes rishkësi Shumë. në Big Brother? Shumë? Shumë. Ka vajtur, po të them një video 127.000. 127.000. Po. Hera parë që arrin këtë lloj shifre? Po. Çfarë thon komentet? Nuk kam komente sepse i kam bllokuar komentet. Sepse s'më pëlqejnë kur komentojnë. Kur komenton negativisht, thua? Po. S'më pëlqejnë fare. Do vazhdosh ti të tentosh të bëhesh më shumë e njohur? Pse jo? Çfarë planesh ke? Çfarë do kishe qef të bëje më saktë? Doja të filloja një punë në televizion. Si çfarë? Çfarë pozicioni? Çfarë pozicioni mund të më ofrohet? Pa për shembull, një dëshirë ti e ke? Po siç ta thash, dua pavarësisht se s'ka në lidhje me modën që emision. Çfarë do shoh pra? Thjesht të jesh aty edhe në një emision politike. Politika të pëlqen? Jo. Jo aty jo. Emisione kështu me tema për vrasje për gjëra? To i do? Jo. Ja. Emision herët që zgjoheshin 6? Pse jo? Po. Mund të zgjohesh. Emision pas zgjoh. dite jo, është okay? Po. Okay, emision të diele, pra është okay?
Shumë okay. Shumë bukur. Pra, do të thënë thjesht nuk do politikën dhe këto emisione me vrasje, pastaj për të tjera thua ti çfarë do lloj gjë qoftë do të pëlqente. Do të mbështesë burrin në këtë rrugtim? Po, patjetër. Nuk e ka problem pra që ti të vazhdoj të bësh shumë e famshme. Po kunatat ç'të kanë thënë? Kunatat më kanë uruar. Suksese. Lart më lart. Interesante shumë. Shumë interesante dhurata që je sot në Live from Tirana, edhe që ndodhin këto që ndodhin, pra që siç e thash për të mos përsëritur më fjalët. Jeta jote ka qenë e vështirë apo e lehtë? E vështirë. Mund të ndash në një detaj me ne? Dua të ndaj, por është pak e gjatë. Po mund të ndaj 2-3 detaj. Mund të ne përmbledhësh? Po. Unë jam rritur në një institucion jetimore. Je rritur në jetimore? Po. Deri në moshën 18 vjeç. Pastaj kalova tek prindrit. Nuk e ke njohur kur prindrit e tu? I kam njohur, po i kam njohur në moshë të vogël, domethënë. Sa vjeçe? 4-5 vjeç. Dhe ti vazhdoj ende, edhe pas e njohë, vazhdoj ende qëndroj në jetimore? Po, kam qëndruar deri në moshën 18 vjeç. Kam vajt në institucion në moshën 1 vjeç e gjys. Cila ishte arsyeja? Kam shkuar bashkë me vëllain. Arsyeja ka qenë për nga kushtet ekonomike dhe prindrit, sepse babai Gjet Rahmet ka qenë moshë e vjetër. Okej. Dhe maman e kam pas me depresion. Dhe detyrohen të dërgojnë në jetimore. Po. Bashkë me vëllain tënd, sa vjeç? Unë kam qenë, se unë jam fëmija më i madh, kam qenë 1 vjeç e gjys, kurse vllai ka qenë 9 muajsh. E mban mend të ditën tënde të parë kur ke shkuar atje? E kujton? Kam qenë e vogël dhe nuk e mbaj mend, por që mbaj mend disa situata që nuk të doja t'i përmendja. Se nuk më pëlqen që t'i përmend. Të kalon shihet keqe besoj. Po, shumë. Kalon ndonjëherë aty për ta kujtuar? Po, kaloj. E çfarë ndjen? Ndjej mall, domethënë, por që edhe dhimbje njëkohësisht. Sepse në atë institucion kam pasur dhe të mira dhe të këqija. Një e mirë është që Na lë të pak atë bazë danga. Aha. Një e mirë s'ka gjë. Një e mirë është që kam pasur një, mund ta them, nën me plot gojen, po që ka pasur rolin e edukatores për të na rritur. Dhe jam mirënjohëse sepse falë asaj jam kjo që jam. Më pas ti del nga jetimorja në cilën moshë dhe njerë? 18 vjeçare. 18 vjeçe dhe ribashkohesh me prindrit. Me prindrit dhe atëherë gjëja ishte stabilizuar disi? Jo, nuk kam qenë stabilizuar sepse aty pata keq trajtime nga prindrit. Dhe dua të falenderoj kushëririn tim dhe jam mirënjohëse Shkëlqim Gjoka që ka për çdo gjë për mua. Deri ku shkon te keq trajtimi? Dhunë fizike. Babai? Po. Për arsye? Për arsye sepse babai ka qenë me mentalitetin e vjetër dhe meqense mamaja ka qenë me depresion. Unë jam me këtë idenë që prind nuk është ai që të lind, por është ai që të rrit. Dhe ai që të rrit mirë mbi të gjitha. Dhe kam pasur diçka që nuk mund ta bëj, nuk mund të kujdesem për një person kur nuk është kujdesur për mua. Nuk e ndjeja. Pavarësisht se i kisha prindër,
Dhe për këtë arsye gjeta mbështetje nga kushërieri im, i cili më ka qëndruar pranë, më vinte edhe në institucion, më shikonte, na merrte, na nxirrte, domethënë ka pas lënë vajzat e veta që të kujdese për ju. Po. Dorata, do më lejosh shumë shpejt të ikim në pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi se ndonjëherë jeta është mësim çdo gjë, pra ti është një personazh kaq të qeshur, e trajton situatën fan dhe zbulon se çfarë kanë njerëzit për te asaj bosiesh reklama dhe rikthehemi shpejt në studio. Sa e çuditshme është jeta, pra po flisnim me Dhuratën për viralitetin, për TikTokun, se si dikush mund të bëhet viral në kohët e sotme thjesht se del 2 sekonda në Big Brother VIP dhe papritur zbulojmë që pas këtij personazhi që publikon poste e foto të bukura në TikTok fshihet një histori që domethënë unë përgjithsisht Dhurata jam shumë mundohem të jam të kem këto barrierat e mia të mos preken, por realisht më preke. Po flisim për atë që fshihej pas buzëqeshjes tënde për faktin që e rritur në jetimore për shkak të kushteve të vështira financiare të familjarëve të tu, për faktin që amaja ishte në gjendje të rënduar psikologjike, në depresion, dhe që më pas i kthehej sërish në familje në moshën 18 vjeçare, dhe kjo grija në jetën tënde vazhdon të ngjyroset ende më fort, ende më shumë me dhunën fizike të babait tënd. Kur mori fund Makthi Dhurata në jetën tënde? Mori fund kur kushërieri, domethënë sepse gjeja mbështetje gjithmonë te kushërieri dhe më tha që do ishte më mirë që të krijoje familjen tënde dhe të gjeje një shok. Po. Pastaj ti të prezantojnë me këtë djalin që apo njihesh vet? Më prezantoj me bashkëshortin që jam sot. Si ishte takimi i parë, më thoje pak? Ishte shumë i bukur. Mund ta them që me shikimin e parë thash do ta marr. Se më pëlqeu. Ishte shpëtimi i jetës tënde, le të themi kështu? Po, mendova që i tregove ti për çfarë kishe kaluar? Ja. Të them të drejtën. Kur ja tregove? Ja një 2-3 muaj më vonë, por që edhe ai u prek, por që nuk më pëlqen që të më duan njerëzit për dhimbjen, për vojtje që kam kaluar. Jo, fare, nuk dua. Dua të më duan për personin që jam. Prind kanë ndruar jetë apo jo? Po. Edhe babai, edhe mamaja, gjendja e mamas vazhdoi ashtu deri në fund të. Po. Ke ndonjë peng? Ose më saktë sa pengje ke? Kam. Për shembull. Kam shumë. Thuaj një. Pavarësisht dhunës që kam kaluar ose dhe distancës që kam pasur me prindrit, do doja t'i kisha pranë. Më përqafonin. E ke falur ti atë? Po. Shkon tek varri, besoj. Po. Shkoj shumë shpesh. Çfarë i thua kur shkon atje? Më mungon. Pavarësisht të gjithave. Sepse jam një njeri që shumë e ndjeshme dhe dua të bëj mirë te çdo njeri, pavarësisht se e kuptoj dhimbjen që mund të ketë një person tjetër, sepse e kam kaluar vetë. Të ka kërkuar ndonjëherë ndjes babai përpara se të largohej nga kjo jetë ose patët një moment afirmiteti për të folur me njëri tjetrin që pse, pra a i bërë ndonjëherë pyetje të tipit që pse më çove në jetimore, pyetje të tipit pse ushtroje dhunde e meje? E kam bërë në momentin se babai ka qenë në moshë të thyer, ka qenë 86 vjeç. Dhe
ka qenë i smur, ka qenë me oksigjen, për që qëndronte në shtëpi. Dhe në muajin e fundit, sepse unë kam pas punuar në një fasoneri, aty afër shtëpisë, dhe kisha dhe djalin, 1 vjeç. Dhe pavarësisht se babai më ka keq trajtuar ose më ka qëndruar pranë, unë kujdesesha për ata. Do të them që nuk është se kujdesesha 100%, që i përkushtesha 100%, por që e bëja. Kujdesesha, i bëja, i gatuaja. Për çfarë? Për gjërat kryesore pra që kishte nevojë. Po, dhe në muajin e fundit që ka qëndruar përpara se ndronte jetë. Po, që ka qëndruar regjim shtrati, e kam pyetur vetëm që pse më ke lënë në institucion. Po, dhe më është përgjigjur që s'kam pasur mundësi. Se babai im ka bërë 30 vjet burg përpara se të martonte me maman time. Dhe është martuar me maman time sepse donte të krijonte familje. Dhe kur kam lindur unë, babai ka qenë 50 vjeç. Çfarë historie dhurata? Jeta vazhdon. Është shumë ironike se si e ke emrin dhurata dhe ndonjëherë jeta nuk të pas ka bërë dhurata kaq shumë të bukura. Shtërguar pak je bujare me ty. Por që tashmë ke folezën tënde, ke bashkëshortin. Kam djalin. Burri mirë apo jo? Shumë i mirë. Nuk është si ai që i rritur. Jo. Ke djalin? Po, kam djalin. 10 vjeç, si e ka emrin ai? Roeldi. Po. Që e përshëndesim fort kur ta shohë këtë intervistë, pra je mirë. Po, edhe unë uroj shumë me shpirt që jeta të të shpërblej ato që ti ka mohuar në rritjen tënde. Faleminderit. Dhurata, na adhurove emocionet vërteta sot edhe dëgjoj, di çfarë, ne ndonjëherë vlerësojmë dhe mbi vlerësojmë ca personazhe që janë të famshëm pa pik talenti, janë të famshëm pa pik vlere, dhe mbi të gjitha nuk janë njerëz dhe ndonjëherë i glorifikojmë dhe harrojmë që për të kësaj perdes ku glorifikojmë njerëz dhe pas këtij statusit VIP ka njerëz të thjeshtë si ty, me histori kaq të forta, jo vetëm për të përlotur, por se si ke dalë në fund të ditës, se jam i sigurt që besoj që do frymëzosh shumë sot. Më the që doja të bëje 2 falënderime vetëm Editi, bizneset nuk lejon, apo jo? Okej. Më thuaj shpejt përpara se ta mbyllim. Dua të falenderoj 3-4 persona. Okej, shpejt. Që më kanë dhënë dorën për të ecur përpara. Dua të falenderoj mbi të gjitha Ledion Liçon. Patjetër. Që më dha shansin që të kuadronte kamera dhe të ishe personazh për ditën e vim, okej. Po, edhe unë shoqëri kam shumë. Okej. Por që kam shumë miq. Kam pak miq. Pak miq, të saktë. Okej. Dhe ato pak miq dua t'i falenderoj për çdo mbështetje që më kanë dhënë. Dhe janë vetëm 4 persona miq. Se shok janë shumë. Rrethi aq duam. E kam rrethin shumë të ngushtë. Dhurata, të falenderoj shumë për kohën edhe që erdhe sot në program dhe vendose të ishe tërësisht pa asnjë lloj filtri. Të falenderoj shumë. Të falenderoj unë ty shumë për ftesën që më bëre dhe të jam mirënjohëse. Të lutem. Të uroj shumë suksese në jetë. Mirë, ndoshta ti mban titullin kënga për çfarë këngë?